Të gjitha bizneset në Tiranë kanë afat deri në fund të vitit për të përfituar nga ligji i amnistisë fiskale për të shlyer detyrimet e prapambetura. Drejtori i përgjithshëm i tatim taksave në Bashkinë e Tiranës, Arben Kau, në një intervistë për Atëshon, i bën apel të gjitha subjekteve debitore që të shlyejnë borxhet në vite deri më 30 dhjetor 2011 për të shmangur penalitetet. Kërkojmë mirëkuptimin e të gjithë bizneseve që të paraqiten dhe të paguajnë ato detyrime për borxhin që i takon për vitet 2009 dhe 2010. Pasi afati maksimal kur ky ligj përfundon është data 31 dhjetor. Dhe të gjithë bizneset duhet të jenë vetë të interesuar për të paguar ato pak detyrime që i lidhin nga ky ligj dhe të përfitojnë. Ndryshe me datën 1 janar, ky ligj nuk është më eficient dhe të gjithë detyrimet, gjobat dhe penalitetet beten në fuqi dhe ne do të operojmë me forcën e ligjit për të reaktuar këto detyrime. Sipas tij, politika reformuese e Bashkisë së Tiranës në ndërmarrjen e hapave lehtësuese për biznesin, duke hequr nga sistemi i taksave afro 60 tarifa të ndryshme, ka sjellë një klim pozitive në raportet mes tatim-paguesve dhe Bashkisë së Tiranës. Në të njëjtën kohë, vendosmëria për zbatuar ligjin, garantuar barazinë përpara tij për çdo subjekt tatim-pagues në Tiranë, ka sjellë një klim pozitive. Kjo ka ndikuar dhe në këtë performancë në rritjet e të ardhurave tremujore. Politikat reformuese që po ndjek Bashkia e Tiranës nën moton uljen e taksave dhe tarifave, por rritjen dhe zgjerimin e bazës së tatim-paguesve do të jetë gjithmonë prioriteti ynë. Nga ecuria dhe reformat e ndërmarra deri më tani, apo dhe për ato për të cilat po punohet, Kau shprehu besimin e tij se të ardhurat e Bashkisë së Tiranës do të jenë shumë më të larta për shkak të komunikimit dhe shërbimit me tatim-paguesit për çdo problem të tyre në zbatim të ligjshmërisë. Aktualisht në territorin e Tiranës funksionojnë 22.000 biznese të vogla, 6.700 biznese të mëdha dhe 670 biznese VIP.